Po Gradeci ka përjetuar një mbrëmje festive me rastin e Kurban Bajramit, ku qindra qytetar janë mbledhur në amfiteatrin pranë Odeonit për të ndjekur aktivitetin e organizuar nga Xhamia Ebu Bekër. Ky aktivitet i zhvilluar për herë të parë në këtë format, solli në qytet një atmosferë gëzimi, bashkimi dhe solidariteti, vlera që përcjell edhe vetë festa e Kurban Bajramit. Një moment i veçantë i mbrëmjes ishte interpretimi i fëmijëve të cilët përcollën emocione tek publiku me recitime dhe këngë me përmbajtje fetare, të frymëzuara nga mësimet e Kuranit. Performanca e tyre u mirëprit me duartrokitje nga të pranishmit. Programi vijoi me aktivitete artistike dhe mesazhe urimi, duke krijuar një atmosferë festive për familjet dhe komunitetin. Organizatorët theksuan se qëllimi i kësaj veprimtarie ishte të ofronte më shumë qytetarë dhe të përcillte frymën e paqes, respektit dhe ndihmës ndaj njëri tjetrit, që simbolizon kjo festë e rëndësishme për besimtarët musliman. Me emrin e Zotit të gjithë mëshirshëm mëshirëplotit, falënderimet dhe madhrimet janë për Zotin krijuesin e gjithësisë. Paqet dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dërguarin e tij, profetin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij të gjithë, ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar bashkëqytetarë, të nderuar vëllezër edhe motra, të nderuar dhe shumë të dashur fëmijë, ju falenderoj nga zemra që jeni bërë pjesë e kësaj feste të ditës së sotme të festës së Kurban Bajramit. Takimi i sotëm nuk është thjesht vetëm prezantimi në këtë festë, por kjo ka një domethënie shumë të madhe, e cila është gëzimi i fëmijëve tanë dhe atmosfera në qytetin tonë ndryshe nga vitet e tjera, sepse kjo është festa jonë. Kjo është festa të cilën Zoti i lartësuar na i ka ligjësuar që ne ta ndajmë së bashku dhe menduam që këtë ditë festive të festës së Kurban Bajramit ta festojmë ndryshe në Odeonin e qytetit. Për të mos marrë shumë kohë, një falënderim shumë të veçantë për të gjithë ju pjesëmarrës që ju përgjigjet ftesës që keni ardhur sot në këtë natë festive. Falënderimi i veçantë është për fëmijët e dashur të cilët janë e ardhmja e këtij qyteti dhe e lutem Zotin e lartësuar që të na ruajë fëmijët të rriten me iman, me besim dhe me edukat dhe të bëhen të dobishëm për familjet e tyre edhe për qytetin tonë të mrekullueshëm që kemi. Mbrëmja u mbyll duke lënë pas mesazhe harmonie, bashkëjetese dhe mirëkuptimi.